Në shumë qytete të Ballkanit, ndotja e ajrit ka filluar sërish të ngrejë alarmin me ardhjen e muajve të dimrit. Edhe pse globalisht, India dhe Pakistani renditen në krye në nivelin e ndotjes së ajrit, qytete si Shkupi, Sarajeva, Beogradi dhe Prishtina nga rajoni po ashtu bien në sy në këtë listë. Sipas ekspertëve, ndër shkaqet kryesore të ndotjes së ajrit në këtë rajon janë përdorimi i madh i qymirit dhe lëndëve djegëse me cilësi të ulët për shkak të rritjes së nevojës për ngrohje në ditët e ftohta, numri i lartë i automjeteve të vjetra me sisteme të dobta filtrimi, kontrollet jo mjaftueshëm efektive në zonat industriale dhe kushtet gjeografike që kufizojnë qarkullimin e ajrit, duke bërë që ajri i ndotur të grumbullohet në qendrat urbane. Për shkak të rritjes së nivelit të ndotjes, edhe qytetarët ndihen të shqetësuar, ndërsa shqetësimet për rreziqe shëndetësore, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit, po shtohen, vërehet se disa njerëz po e kufizojnë kohën jashtë dhe po kthehen sërish te përdorimi i maskave. Autoritetet e vendeve të rajonit paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet edhe më tej gjatë dimrit.